Si në vitin 2021, sigur me datën 28 dhjetor 2025, vetëvendosja ka një bazë të madhe të votës së ndeshkueshme për partitë opozitare. Ky është një mesazh i qartë. Nëse ato nuk reflektojnë, atëherë do ta kenë dënimin më të rënd në zgjedhjet e ardhshme. Pra, nëse ato vendosin të këmbgulin dhe mos të votojnë presidentin ose presidentin e re që është tash afër, atëherë unë po besoj që disa nga partitë opozitare më nuk do të jenë as pjesë e parlamentit. Zotë Gjose, cili është mendimi juaj lidhje me këtë? Po, tash nëse shikojmë realisht, edhe dili edhe profesori preken do të pika dhe do nuancat e problemeve që vërtet kanë ekzistuar para dhe gjatë përshtatës dhe që mundën me vazhdotutje nëse do të kemi qëndrime që kanë qenë deri tash kokëporte dhe këmbgulësi ose egoiste, një egoizëm politik. Unë mendoj që prej shkurtit